pas ditët tona, duam të kuptojmë për te asaj që din të tjerët për të. Le ta mirëpresim doktor Ilir Kurtishin. Knatësi me të prit, falemderit shumë për kohën. Hajde të lutem, trehatohemi. Një takimi ynë i ky i pas diteve, të lutem ky vendi për ju. Nuk e di si ke pas ditet, zakonisht, sa qëndron për ju orari i punës, 8-4, 9-5, apo? Realisht kem një orar pak ma ndryshe dhe tjertë, dhe jemi gjatë gjithë kohës, po në kontakt me ata me pacientë cilët ne i trajtojmë dhe ndajmë pak kohë dhe për veti, për familje, kështu që përpiqemi që gjatë ditës se kemi një orar ndonjëherë pak ma strikt, po me gjithë atë gjatë gjithë kohës jemi në kontakt me ata cilët ka nevojë. Sot, nëse flasim, deri në këto momente, si ishte dita? Më ngarkuar? Po, do të këto 2 ditë mbas festës edhe në punën tonë përditshme, do të janë shumë ngarkuara, me që se ka një numër të madh pacientët të cilët ne i vizitojmë dhe i trajtojmë aty në klinikë. Edhe pas dite, unë kam pas një pjesë me student, ku jam i angazhuar atje dhe kryj pjesën e ushtrimit dhe një pjesë të ligjëratave me ta, dhe një kohë caktuar dhe pastaj kështu vazhdojmë pjesën tjetër ditës. Kam pyetur studentët për këtë shprehjen e famshme që dëgjojmë gjithandej kur bëhet fjalë për mjekët, që mjeku i mirë çron edhe veç me fjalë për te trajtimit. E shpesh, me gjithë se ne i vazhdimisht edhe i edukojmë edhe i mësojmë studentë tanë që të bëhen mjek të mirë, dhe profesioni i mjekut është një sakrificë edhe një punë e vazhdueshme dhe është një përgjegjësi shumë e madhe, një punë e cila bëhet me shumë zell dhe vullnet, në mënyrë që të ketë sukses në karrierën e atij personi i cili merret me këtë profesion i cili është shumë human dhe shumë i rëndësishëm për njerëzimin, mund të thonë, sidomos për shtetin tonë. Për të pas këto vullnetin, pra ju bie goxha një barë e madhe juve, nëse kapim të ajo shprehja që përmenda më herët, cilat mund të jenë këto 3 fjalë që ndoshta edhe ju personalisht i përdorni më shpesh për pacientët e juaj, pra 3 fjalë motivuese, shpresdhënëse për të. Po, që do të smundja duhet të ketë një zgjidhje, të kemi një bashkëpunim shumë atë mirë me zveti, të kemi besim, të kemi shpresë dhe të arrim do të suksesin tonë ose qëllimin që është mbajtja e smundjes nën kontroll. Dhe ne këtë e bëjmë çdo ditë dhe ne me secilin rast që ne e takojmë dhe cilin e trajtojmë, ne përpiqemi të bëjmë më të mirën dhe atë që është më pozitivja, më rëndësishmja për secilin qytetar të shtetit tonë që ka nevojë për këto trajtime. Aty më herët kur më pyete për student, ne kemi studentë jashtëzakonshëm, të cilët vazhdojnë do të studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Mjekësisë, por të cilët një pjesë e tyre edhe dalin do të jashtë ose gjatë studimeve, ndoshta edhe pas përfundimit, dhe shumica nga ta janë mjekë shumë të mirë në vende të tjera ku ata shkojnë dhe punojnë. Dhe me qenë se takimet tona pas ditës, mundohemi t'i shfrytëzojmë edhe për të mësuar më tepër për profilin e të ftuarve tanë. Ju jeni me prejardhje nga Dragashi. Dhe me qenë se jemi krejt pak ditë largë pasi kaluam edhe festën, janë festat ato që ju qojnë, ju kthejnë në Dragash, apo i ke edhe më të shpeshta vizitat? Pra çka ka mbetur nga ajo koha e mëparshme, nga fëmiria juaj ndoshta në Dragash? Do të fëmirin hershme e kam kalu në Dragash, pra në qytetin e lindjes, dhe deri në shkollë të mesme, kur kam vazhduar do të shkollën e mesme në Prizren, me që se kam pjesën më të madhe të familjes aty, dhe pastaj nga Prizreni, pas përfundimit shkollës mesme, kam vazhdu në Prishtinë studime dhe tash jetoj në Prishtinë. Është vërtet, në Dragash, me gjithse kam veç agjallarët tash, dhe prindrit i kam Prizren, gjatë gjithë kohës, ata janë në kontakt dhe vinë na vizitojnë shpesh, do të në Prishtinë, Prizren, çdo javë, në Dragash më bie kohët fundit pak më pak, dhe ndoshta kur kem ndonjë festë, ndonjë takime familjar, ndonjë vizit, kur shkojmë i bëjmë shtëpis atje, apo shkojmë
për vikend dhe takomi me shok, me miq, fëmijërisë, edhe pse, themi të vërtetën, shumica nga ta kanë lëviz dhe kanë migru nga Dragashi, janë do të në Prizren, apo janë në Prishtinë, apo një numër i tyre janë edhe jashtë Kosovës. Është një territor, një region shumë i bukur, shumë i mirë, shumë i veçantë për mu. Ka shumë mjek Dragashi? Po, ka shumë mjek të cilët punojnë në Prizren dhe në Prishtinë, pjesa më madhe tyre dhe një pjesë nga ta janë edhe jashtë. Dhe na, do të si region, me qenë se kemi qenë pak pjesa e fund, pjesa jugore e Kosovës, në cilën do të mundësi tjera të gjetjes ose mundësi tjera të jetës kanë qenë të limituara, të kufizuara, është dashtë shumica nga ne të orientohemi dhe të kemi një profesion të mirë, të kemi një shkollim adekuat dhe të vazhdojmë më të mirën për mas pari, për familjet, për vete dhe për shoqinë tonë, dhe ka goxha një numër i mjekëve të cilët punojnë me shumë përkushtim dhe zell dhe japin kontribut shumë të madh shoqinë tonë në secilin qytet ku ata punojnë. Kam një fotografi që dua ta shohim bashkë dhe është kjo këtu. Sa shpesh sheh nga fotot e vjetra, po them, që janë të mbushura me plot histori e me plot mall e dashni për njerëzit. Është gjyshi im, unë kam qenë 4 vjeçar dhe ai ka pas dëshirë shumë të madhe që unë të bëhem mjek dhe mi ka vendosë dëgjojset, që ne i themi stetoskop, dhe vazhdimisht e ka marrë atë stetoskopin dhe ka vendosë të zemra vetë, do të unë e këmë pas dëgjojset në vesh, dhe më ka motivu. Pra nga trahurat e para që këtë dëgju kanë qenë të gjyshi. Ka motivu që të bëjmë po, me qenë se edhe nëna ka qenë teknike e farmacisë, agjen e kom pas student mjekësis, edhe kështu me radhë, dhe pas taj më kam vazhdu rrugën e nanës, dhe me përkrajet madhe gjyshit, po për fatin tonë, jo të mi gjyshi ka përfundu, do të ka ndru jetë, do të kur më ko fillu hapat e partë studimit dhe shkollët mesme. Pra nuk e arriti do të jo, me gjithë se unë amanetin e tje kom që unë vend dhe kam kry fakultetin i mjekësis dhe vazhdoj këtu ku jam. Po ka qenë një motiv shumë i madh, nga familja jonë dhe jo vetëm unë, po kam edhe vllaun është stomatolog, kam shoqen, bashkëshortën e cila është mjeke, kam djalin që është student mjekësi. Një familje e gjerë me mjek. Kam vajzën e cila pretendon të studioj mjekësin, jo nga ajo shtymja që i bëjmë ne, po nga vetë dëshira dhe pasionit të cilën e ka jo vetë për mjekësis bashkë me djalin dhe kështu me radhë. Edhe pse unë si fëmij kam pas edhe hobi futbolin dhe kam pas merak shumë. Ato të ishta me thonë, për pak, ne do ishim sa duke full për futbolin, po nuk eci fati mirë, pate një lëndim. Po, kam pas një lëndim dhe pastaj kam vazhdu me përfundu shkollën e mesme dhe fakultetin, kam lujt atje në vendlindjen time, 2 agjallarët e mi kanë lujt futbol, baba i gjithashtu, dhe unë kam pas një vullnet shumë të madhe, dëshirë, pasion. Sa dje një tifos, besoj, i flakt? Po, i Kosovës, i Shqipërisë dhe i një ekip për zemër që kam unë është Barcelona. Barcelona, do të e kam moti kjo, do të qysh viteve 85-6, kur atër bashkë edhe me një ekip tjetër Milani, kam pas 2 ekipet preferuara dhe pastaj e kam ndjek me pasion dhe Barcelona, kështë më rahë. Bukur, me Milanon nuk e di, a kam bet dikush që vazhdon tjetë tifaz me thonë dhe... Kove të funit jo, do të ka ndru ekipi komplet. Po qëndrojnë mirë, që ka me i bonë. Komplet i Liga Italiane nuk qëndrojnë mirë dhe Milanon nuk është ma në ato nivele që ka qenë viteve 90 dhe në 2000, po kjo ka ndru dhe vazhdimisht do të ka ndryshime edhe në sport, dhe ka ekipet ndryshme cilët investojnë dhe sot kanë bën një futbol shumë atraktiv, po kërë i shofë në njerë Luajnë po pas kohë me veç? Luajnë njerë njavë, 2 herë njavë me shok, me kolegë, edhe luajnë për hobi kështu, dhe është diçka me cilën unë do të kom fillu qysh heret dhe me cilën vazhdoj të jetoj, do të është një pasion i cili nuk përfundon dhe i të vdesin. Dhe kom dëshirë shumë madhe që s'paku njëri nga 2 fëmijët e mi binjak cilët i kam të vazhdojnë ndoshta dhe të luajnë futboll. Si janë gjasat, apo akoma të vegjel? Janë të vegjel, po kanë shenjat mira dhe lujnë ka pak, unë lujnë me ta ka pak futbol, dhe ata do të shenjat e para i kanë që mund të bënë do njëri nga ta futbolisti mirë. Fatin e kujt prej futbolistëve shqiptar do njërë me e pas?
Dëshira ime me pas fatin dhe të luan si Fadil Vokri, po edhe këta lojtarët e ri tash do të janë shumë të mirë dhe do të, sidomos kohëve të fundit, do të kanë performu mirë dhe shpresojmë që Kosova të ecë përpara, ka shumë nga ta, do të jem të ri, të mirë, të motivum dhe kohëve të fundit ajo që po më pëlqen, do të këto, sidomos vitin e fundit, janë më zemër dhe luajnë me dëshirë për Kosovën edhe rezultatet nuk po mungojnë. Për dallim prej 3-4 viteve ma heret, kur kam pas një farë ramje, dhe motivi ka qenë pak më i vogël, por shpresojmë që të vazhdojnë barë. Shqiptarët përgjithësi, sidomos Kosovës, luajnë mirë futboll, më mirë se sa shqiptarët që i kemi andej do të Shqipëri, ne kemi pas prandaj po na marrin neve shumë nga shkollat futbollit shumë ma heret, edhe atje ka pas shkollat mira, por dyqysh talenti, më duket që në Kosovë talenti për futboll edhe për sport përgjithësi është më i zhvilluar. Si është të jesh prindi i binjakëve? Unë di që keni edhe fëmijë të tjerë, po për binjakët specifikisht? Në fillim kemë menduar që është e lehtë, po kemë pasur që është shumë vështirë. Edhe realisht rritës është një fëmijë, në krahasim me 2, i bjen të shumë më e lehtë. Pra, me qenë se është 2 fish angazhim, sidomos në këtë kuptim është angazhimi i jashtëzakonshëm i familjes, veçanërisht i shoqës time bashkëshortes, e cila ka bërë një sakrificë dhe vetmohim në rritjen e fëmijëve, me qenë se ka qenë pjesën më të madhe të kohës me ata. Na kanë ndihmuar edhe vajza dhe djali, po edhe sidomos edhe prind e mi dhe prind e shoqës dhe tash ata i rrit, kanë marrë rrugën e vet, po është e vështirë. E vështirë, sfidë më vete, duke nisur nga emrat. Si ja dolët me emrat? Me emra është një histori interesante, me qenë se kur ishte shoqja shtatzon, Qika Bardha, i kalon emrin një djalë dhe i ka thonë ky binjaku që është anën e djatë barku do ta ketë emrin Mali. Okej, ja u hoqe një gajle, po edhe emër shumë i bukur. Me qenë se ajo ka zgjedhur emrin Mal, ne është dashur për shtat tjetrit. Dhe pastaj unë kam dhënë një propozim që me qenë se Mali me lumin ose lis shkojnë bashkë, të vendosim emrat shqip, edhe të shkurt edhe me domethënie, do të emrat shqiptar dhe emrat cilët janë shpesh tash kohëve të fundit, do të dhe në këtë mënyrë pastaj në akordancë edhe me bashkëshortët kemi vendosur të emërtojmë Mal dhe Lum. Shumë të bukur, shumë dhe është vërtet, do të Lumi ka lindi pari, dhe pas 2-3 minuta ka lind Mali dhe ne kemi vendosur ashtu, me emërtu ata, me qenë se edhe do të djali ka emrin Shart, me qenë se unë vik nga Bjeshtë e Sharit, nga Opoja, emrin cilin ja ka vendosur Gjyshi, pra Naimi, dhe Qikës emrin Bardha, ja ka vendosur Gjyshi nga Peja, me qenë se aja ka emrin Bardh, dhe Qika emërtohet Bardha. Sa bukur, ti mbajnë me krenari, sidomos këta që vinë prej gjyshërve që kemi gjithë shumë. Ne kemi respektu vendimet edhe rekomandimet ose dëshirat e të bukura. Mirë që s'kanë thonë, hajde po i riportrim, po prapë se prapë, Bardhi, Bardha. Do të Bardhi emën, po, viteve 20, Bardhi ka emnin në vitin, do të i lindur në vitin 2048, me lënë emnin Bardh. E vërtet? E rallë. Unë kam edhe pacient, për shembull, kur shoh që kanë emnin viteve të lindura, viteve 45, 47, Teuta. Ose emna ato që në atë kohën konë të rallë. Ty kur ta ka vënë emrin? Mu ma ka lënë emrin Gjyshi. Iler. Iler, po. E bukur, përzjedhje e bukur. Ka përshtypjen që vite më përpara është bënë një përzjedhje shumë e bukur e. Po, emrave. Tash kohëve të fundit. Ose unë jam nga kjo ana purë shqiptare. Po, emrat unë mendoj që duhet jenë shqip, e me domethënie dhe mos shumë të egzagerojmë, mos të marrim emra nga të ndryshëm. Do të thotë, unë mendoj që emrat duhet na identifikojnë edhe si komb shqiptarëve dhe duhet të ruajmë ato emra me shumë krenari dhe të vazhdojmë për para. Doktor, kur po flasim për familjen, më duhet ta bëj dhe këtë pyetjen, a ke rastis për gjatë këtyre viteve në punën tënde të trajtosh një familjar të afërt edhe sa e vështirë është ta ndosh atë anën emocionale familjare nga të qenurit në krye të detyrës? Unë jam duke i trajtuar 2 antarët ngushtë familjes time, Axhen, vllaun e babait, gati 2 vite e gjysëm, dhe jam duke të trajtuar vllaun e nanës, Dajen, që të dytë smut me një smundje agresive, dhe për fatin e mirë, do të jem njëri nga ta, vazhdon mjekimin, tjetri është një procedur tjetër të prit
kry dhe anën emocionale unë e mbaj për vete, anën profesionale du ta bëj sikur me gjithë pacient tjerë, edhe gjithë në të njëjtën formë dhe mënyrë se si i trajtojmë edhe pacient tjerë. A ishte bare ju aja që t'ua kumtosh edhe diagnostikimin? Është shumë e vështirë. Të dy rastet më ka rastis që doja dhe azja tjetër ose më kanë thirë dhe do të mbash shenjave, simptomeve që mi kanë tregu, për fat keq pak të vona, unë kom dyshu që mund të tjetë kjo problematik, dhe kur kemi bërë egzaminimet e dura, kemi arën përfundim që pikrisht është ajo, dhe në fund bashkarisht kemi vendosë ta trajtojmë në atë formën cila është ma e mira, dhe cilën mendojmë që ka me pas sukses, dhe kjo rezulton që është deri tash e sukseshme të ata, sikur se të rastet që ne i trajtojmë. Smundjet cilët ne i mjekojmë janë smundje shumë të rënda dhe qëllimi jonë është më i miri, është që të bëjmë më të mirën për secilin rast, po jo secili rast shkon ashtu si që është na mendojmë, me qenë se organizmi i njeriut është i veçantë dhe din të reagoj në mënyra të ndryshme në momentet caktuara, pa marrë parasysh se çfarë terapie ne marrim dhe mund të merr një rrjedhë prej asaj që është normale, të përfundojnë me atë që është më e pa dëshirueshmja edhe më e pa favorshmja që ne e mendojmë fillim dhe e dëshirojmë ne. Po ashtu janë ato dhe ashtu është trajtimi është i tillë në krejt botën, edhe në Kosovë, dhe ne vazhdojmë me shumë përkushtim dhe me zellë ta bëjmë këtë profesion në mënyrë që qytetarët tanë t'i trajtojmë sa më mirë. Do të është e vështirë, edhe kur e ki familjar, megjithëse gjithë familja pastaj bazohet ose I ka syt nga ti. Po, edhe pse kemi ndihmë edhe nga familjar, do që të kemi të vazhdojnë jetën normale. Do dytë nga ta, agja pak ma pak, po doja vazhdojnë punën dhe prapë, është këthy do të punën të cilën e ka, veç mungon në ato ditë kur merë trajtimin dhe vazhdojnë jep kontributin e vetë për shoqërinë tonë, edhe për kundër faktit që është i smur, edhe për kundër faktit që merë trajtim, a jep punën e kryen punën e vetë dhe jep kontributin në vendin e vetë të punës. E thatë edhe ju dhe në fakt unë e bëra si pyetje pa e pas në informacion që me të vërtet kjo, po gjithmonë kam kuriozitet sepse e shoh shumë të vështirë, ose ndoshta ju sigurisht jeni mësuar edhe profesionalizmi juaj ju bën që ta ndani këto anën emocionale, por e shoh shumë të vështirë të trajtosh dikë që e ke kaq të afër në një kaq agresive. Është qëllimi jonë, dhe nuk mund t'i trajtojmë familjarët tonë jashtë Kosovës e qytetarë tjerë t'i jetojmë në Kosovë. Na i trajtojmë se cilin barabarë, se cili mund të trajtohet këtu, me kushtet të cilët ne i kemi dhe me trajtimet të cilët ne i ofrojmë, jo vetëm si klinik, por edhe si institucion komplet në qendrën klinike universitare, me gjitha metodat, mjetët, barnat e kështu me radhë, me ju që ata të ndihen sigur dhe të marrin trajtimin e cilin mund të ofrojmë në se cilin vend tjetër të rajonit ose më gjërë. A është e lodhshme gjithë këto vite në krye të qendrës edhe në drejtimin e një reporti për që ujon goxha të... është sfidë shumë, edhe është ngarkesë, mirë po me një vullnet, me një përkushtim dhe me një ndihmë të kolegëve, disa nga ty më shumë, disa nga ta më shumë, ne vazhdojmë të performojmë dhe të japim shërbime për qytetarët tonë, 24 orë, 7 ditë një javë, me një numër shumë të lartë pacientëve të cilët frekuentojnë klinikën tonë. Kur themi shumë të lartë, mendoj që 200-300 pacientë gjatë ditës, vetëm do të shërbimin e kimioterapisë. Është shifër alarmante? Jo, nuk është shifër standarde. Dhe me një numër prej 150 pacientë të cilët trajtohen në rrezatim, pra dikun 450 pacientë gjatë ditës marrin shërbime onkologjike në një qendër të vetme në Kosovë, publike, dhe një nën qendër të vogël të cilën e kemi në Prizren në një herë në muaj, ne kryjmë të gjitha trajtimet, të gjitha themi ato, cilat janë bazike dhe pak më tepër se bazike të pacientëve ose të qytetarëve tanë, të rriturve me tumore solide nga moshat të ndryshme, nga moshat 18 vjeçare dhe moshat e vona, me një mënyrë shumë të mirë të trajtimit dhe me një staf i cili është i përkushtuar të jep maksimumin që këta pacientë të kenë trajtimin meritor. Dok, cilat mund të jenë vetëm disa prej shkaktorëve, ndoshta që
njerëzit as nuk mund të mos i dim, pra ne si qytetar nuk është se kemi edhe nuk na merr mendja nga pakujdesia dhe mos informimi i drejtë që mund të çojnë deri në mundësinë për diagnostikim. Po, shkaktarët që sjellin te smundjet janë të ndryshëm, ndërkaq diagnostikimi duhet bëhet, më i miri është bëhet ose ekzaminimet bëhen akoma pa u lajmëruar smundja ose kur smundja pa dhënë shenja klinike ose kur smundja është në stadet e veta të hershme, kur mjekimi është shumë më i lehtë, më i mirë, trajtimi është shumë adekuat dhe jetëgjatësia e pacientit është më e madhe. Për këtë arsye sot në shumë vende të Evropës dhe botës bëhen edhe testime me gjak, ekzaminime rutinore, pastaj bëhen ekzaminime ose screening, metoda të veçanta kur një pjesë e popullatës ose një grup i caktuar i qytetarëve të një moshe të caktuar i nënshtrohet një ekzaminimi siç është për shembull mamografia ose një papa testi, një marrje mostre për qafës mitres apo një kolonoskopie, marrje një mostre ose një ekzaminim me kamerë i zorës trash, si të meshkujt, si të femrat, të një moshë të caktuar, të një regjion i caktuar dhe pastaj kontrollohen këto sisteme, këto organe, të cilat mendojmë që prej 10.000 njerëzve mund të kenë ndonjë problem dhe mund të gjejmë 1-2 raste, 5 raste dhe atyre t'ja u shpëtojmë jetën. Dhe shpresojmë që do të Kosova t'i ketë edhe këto në të ardhmen dhe pastaj ta kemi këtë smundje akoma më të menaxhueshme dhe akoma më në kontroll. Për fat keq, smundja zakonisht jep shenja kur ajo është avancuar dhe pastaj ne merremi me problemet e ndryshme të cilat ajo i shfaq dhe gjatë gjithë trajtimit. Unë ju uroj një punë të mbarë dhe ju them faleminderit që jeni çdo ditë duke shpëtuar jetë. Faleminderit që erdhët dhe sot, ishte një kënaqësi bashkëbisedimi me mundësinë për të kuptuar edhe për te asaj të profesionit. Kënaqësi që të